Ka qenë një nga sfidat më spektakolare të politikës shqiptare, mes dy njerëzve më të fuqishëm të Tiranës zyrtare. Njëri kryeministër në mandatin e dytë, tjetri paraardhës i tij në mandatin e dytë në opozit. Njëri gjuhë brisk, tjetri gjuhë shpat. Në mes të tyre qëndronte një kandidat për kryeministër që priste të bëhej i tillë duke u ngjitur mbi shpatullat e njërit dhe mbas shpinës së tjetrit. I pari ishte Edi Rama që foli dhe hodhi dorezën e sfidës, i dyti ishte Sali Berisha që u justifikua dhe nuk e injoroi dot sfidën, i treti ishte Lulzim Basha që fitonte vetëm nëse humbte njëkohësisht Rama e Berisha. Tani kam unë një pyetje të drejtë për ty, Sali. Ti e ka përsen do të që anin me dash? Berisha u përgjigj se ishte tërhequr nga politika aktive, se i kishte ndërprerë të gjitha udhëtimet zyrtare, se nuk udhëton më nga që nuk përfaqësonte asnjë parti politike. Marr ftesa çdo 2 muaj, por nuk dua vet. Sfida solemne ishte hapur në nënvështrimet e hutuara të 10 deputetëve që merrnin pjesë në atë seancë parlamentare në shkurt 2019. Shumica dërmuese e tyre kishte bilet për atë shfaqje, por nuk kuptonte tekstin, ishte dëshmitare e dramës, por nuk kishte lidhje me thelbin e saj. Në të majtë të sallës e qeshura Bror ishte më e sigurt për liderin e saj, në të djathtë ngushëlloheshin se në Mos Saliu Luli dinte note anglisht mjaftueshëm për të kaluar Oqeanin Atlantik. Plot 6 vjet e 9 muaj më pas, sfida pati fituesin e saj papritur, një fitues që kaloi humbje pas humbje në zgjedhjet përgjithshme lokale në Tiranë, bashkë me nëngratën në Washington, me një triumf të vetëm mbi Lulin e tij e me një sfilitje ciklike me drejtësinë. Hakmarrja është gjithmonë e pranishme në Minutë Ballkanase. Tashmë i zgjedhur zëvendës presidenti i CDI-s, një grupim politik partish nga pothuaj gjithë vota, Berisha bëri fjalë për fjalë fiks siç e sfiduan me fjalë në Kuvendin e Shqipërisë në shkurt 2019. E ka përcen dot Oqeanin? Po, e kaloi. Atë që nuk e bën miliona dollarët e lobimeve, shpresave për një bilet për në New York, lutjet e përgjërimet morale e financiare, bëri ftesa për në Brazil. Sali Berisha e ka përceu Oqeanin, madje edhe shkoi në Amerikë, por një lloj si Kolombi, dikur që kërkonte i ndin dhe zbuloi Amerikën, doktori nuk shkoi në Amerikën e Veriut, por në Amerikën Latine. 6 vjet e 9 muaj më pas, Rama humbi por është kryeministër. Berisha fitoi edhe pse e di që herët avon, me përjashtime të rralla vaj, do të dëgjoj të këndohet si himn në oborrin e partisë së tij, motivi i këngës së hershme. Morëm armët të luftojmë për PD-n e Pradhe, ku ta dinim ne të mirët se armiku ish me ne. Shkruan Lorenz Vangjeli.